Shqipëria renditet në vendin e 8 në finalen e Eurosong 2025 me një rezultat të suksesshëm në këtë kompeticion. Austria është fituesja e edicionit të 69 të Eurovisionit, duke rëmbyer fitoren me një performancë që maniti publikun dhe jurinë europiane. Në vendin e dytë u renditi Izraeli pas një gare të fortë dhe emocionuese deri në fund. Ndërsa në vendin e tretë Estonia. Me 173 pikë të marra nga publiku, Shqipëria ishte një nga më të votuarat në televotim, duke dëshmuar mbështetjen e madhe të publikut ndërkombëtar për këngën shqiptare. Shqipëria grumbulloi 45 pikë nga juritë dhe një mbështetje manitse nga publiku me plot 173 pikë nga televotimi, për një total prej 218 pikësh. Kjo renditje është një tjetër dëshmi e fuqisë artistike që Shqipëria sjell në skenën e Eurovisionit. Magjia e tingujve nga gjithë Europa jehoi në Festivalin Europian të Këngës. Ashtu siç e do tradita, finalja nisi me paradën e madhe të 26 artistëve me flamujt e vendeve të tyre, të cilët garuan këtë mbrëmje. 26 shtete garuan në skenën e magjishme për trofeun e madh. Shqipëria e përfaqësuar nga Shkodra Elektronike ndezi emocionet si kur më parë duke performuar e fundit në renditje. Me një përzierje unike të ritmeve elektronike dhe motiveve të folklorit shqiptar, zgjerm gjalli interes të madh në rrjetet sociale dhe tek dashamirësit e muzikës europiane dhe jo vetëm. Spektakli nisi me interpretimin e fituesit të vitit të kaluar Nimo me The Code përmes një performance energjike. Dyshes moderatorëve Hazel Brugger dhe Sandra Studer, në finale u është bashkuar dhe ylli i spektakleve italiane Michel Huzinger. Kjo natë finale është transmetuar ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1.